Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Falënderimi takon Allahu Dhul Gjelal, i cili na ka bërë pjesëtar të dinit Islam. Salavatet dhe selamet janë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam. Mas për herë për hajri koftë Ramazani, inshallah Allah Dhul Gjelal ju e pëshnet që me mujtë me të i kalu këtë Ramazan, pasi që ki Ramazan është për Ramazanave të letë. Gjysë dite kina ma gjinu, kina gjinu kura konë edhe ma nëzet edhe kura konë dita ma gatë, ta është do thotë ki Ramazani për në do këtë pak shumë ma i letë, inshallah Zoti na i pranon. Po nuk ka me rëndësi, a është dita gata, po a është dita shkurt, a është me rëndësi bindja. A i njeti shka i ki për Allahu Dhul Gjelal, se që shka i ka njetin e pastërt, më konë Ramazani gata e manë, më konë shkurt e manë, ama që shka i ka njetin e prisht, më konë edhe shkurt, sën e manë. Ashtu që çdo punë është me njet, inshallah Allahu Dhul Gjelal pranon njetet e juja. Vëllezër, unë si vjetë për Ramazan, sidomos në fillim të Ramazanit, po du pak ma tepër me folë për punën e namazit. Për atë arsye se namazi është seni i parë për të cilin ka me na marrë në pyetje Allahu Dhul Gjelal. Ashtu që po du me fol pak ma tepër për këtë obligim të cilin na i ka bo Allahu Dhul Gjelal të gjithë muslimanëve, që për me ditën dishka pak ma tepër lidhje me namazin, se njeriu sa ma tepër që din për këtë farz, qaq ma tepër i nin gati. Po sa ma tepër që s'din për këtë farz, qaq ma tepër edhe largohet pitina. Allah i na fart, inshallah. Për këtë çështje pra, sot mas për i herë, kina me folën se këtë pejgamberët e Allahut, pite Ademi a.s. e tek të ertit e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam janë kanën njerës shka i kanë bo ibadet Allahu Dhul Gjelal, e konkretisht i kanë bo namaz, do thot i kanë bo namaz. Ashtu që do thot na nuk jena umeti i parë shka falë me namaz. Po, pita Ademi a.s. të ertit e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam janë kanën shka kanë falën namaz. Nuk mund me thonë dikush që valla zarbë në Islam se me pise që du të me falë namaz 5 herë në ditë, du të me agjinu 1 herë në vjetë, du të me dhanë zëqatës, ja. Do thot nuk jeti i pari, po ka pasën pejgamber për para teje dhe thot që ka kanë bo namaz. Nëse morë nga Kur'anin për shemull, me morë me studiue, janë do thot një 25 pejgamber, disa thojnë 28 pejgamber që kanë përmend ati në Kur'an. Për shemull, për Yunusin a.s. Keni ngu shpesh herë se kur përzit për poplit vetë, a pëtan, deshti me shluhe poplin e vetë, edhe hipi me një anije, në atë anijen, i ra shorti me qitë. Ashtë historia Yunusit a.s. E keni një shpesh herë. Edhe kër e qiti e hangër kush balena. Shka thëtë Allahu Dhul Gjelal? Felaula ennehu kane minel musabbihin. Sikur mos t'i shkon për atinve shka ban të tesbih. Yunusi a.s. Felebithe fi batnihi ila jaumi yub'athun. Kishte menet në barkin e balenës të këtë ertin ditën kur të rinjallëmi për para Allahu Dhul Gjelal. E komentatorët e Kuranit, njani pitinve, do thot Ibn Abasi, radiallahu anhu, edhe Sejid ibn Gjubejr, edhe Katade, edhe shumë ka djetarë, të cilët do thot e përkrahin qëtë mendim, qëtë fjallën
minel musebbihin, prej atyre që kanë bon të spi, e përkthejnë për atyre që ka falën namaz. Se fjala musebbih ka për qëllim edhe për ata që ka falë namaz. Nëse për shembull e mormi historinë e Ibrahimit a.s. Për ta Allahu Dhul Gjelal në Kur'an që ka thonë, Rabbena inni eskentu min dhurrijeti bi wadin gajre dhi zerë. Allahu Dhul Gjelal e ka urdhnu Ibrahimin a.s. që me morë grënë e vetë dhe gjallë e vetë me shku me quë ku në Mekë, sot ku ashtë Mekë. Ati do thotë s'ka pas kur gjo, hiq. As një bim, as një sen, as kur gjo. Edhe e ka urdhnu Allahu Dhul Gjelal me quq ati. E po thotë, o Zotë ti ka urdhnu e muë për me ardhë dhe me nejtë qëtë ven. Inde bejtikel muharrem, Rabbena li ukimu salah. Me ardhë të shtëpia jote, për shka, o Zotë, për me bëhe qka namaz. Bashkë taman e ka përben fjallën salah shka i vjen dhe thot namazis, shka i kuptojnë na, se fjallën namaz dhe thot ashtë persisht, ama na këtu e këna pranu dhe thot për të falmën, edhe, ama bashkë Kur'an i thoi salah, dhe thot e falmja. Ashtu që nuk i ka përmen asë një punë qetër të Ibrahimit a.s. Po qka e ka përmen? E ka përmenën namazin, edhe ka bëhe dua që aj edhe familja e vete më konë për atinve shka bojnë namaz. Për këtë arsye, për thotë Allahu Dhul Gjelal, idh bawa'na li Ibrahime me kjan el bejt, en la tushrik bi sheja. Thotë da, thotë kër e banëm qabën për më konë shpi për Ibrahimin a.s. E urdhnum që për mos mi bëhe shirk Allahu Dhul Gjelal, mos mi bëhe shok Allahu Dhul Gjelal. Wa tahhir bejtje li taifine, wal qaimine, wal rukka'i sujud. Edhe ka thonë, o Ibrahim, pasrej pra shpirë në Allahit, për ka, për ata të cilët dojnë me bëhe tavaf. Se do thotë, ku shkojna në qabë, shka bojna? Tavaf. Edhe bojna ruku, edhe bojna sejde. E rukuja, edhe sejdeja, edhe kijami, qka janë? Janë pjesë të namazit. Ashtu që, dhe thot, Kurani ka zonë për Ibrahimin a.s. se qëllimi shka e kanë reqën në qabën, e kanë reqën për me bo tavaf, për me nejtë për para qabës, edhe për me bo ruku, edhe për me bo sejde. Edhe këtë urdhën shka e ka dhonë Ibrahimit a.s. edhe na sot e praktikojna. Pse? Se na, kur falbi namaz, qysh nejna? Nejna në kom, në ruku. Ka këthemi? Këthemi ka qabja. Shka bojna? Ruku. Edhe sejde. Dhe thot këto elemente që Allahu Dhul Gjelal ja ka urnue babës parë tonit Ibrahimit a.s. dhe thot, na sot dhe sot i vazhdojna. Po ashtu, Ibrahimi a.s. ka bon dua edhe ka thonë, Rabbi gj'alni mukime salati wa min durreti, Rabbena wa taqabbal dua. O Zot, banëm muë edhe pasarësit e mi, pre atinve shka falin namaz. O Zot, prano prej neve lutjet tona. Edhe fjallja dua ka për qëllim qka prano prej neve namazin tonë. Se një për fjallëve të namazit ashtë edhe fjalla dua apo lutja. Ashtu që Ibrahimi a.s. a konë për pejgamberve të bëqo. Mas tina kush ka ardhë? Ka ardhë Ismaili a.s. Po ashtu Allahu Dhul Gjelal për Ismailin a.s. në Kur'an ka thonë, Vadhkur fil kitabi Ismail. Për me në pronë qitabin tanë, Ismailin a.s. Dhe thotë, Allahu i ka thonë, pejgamberit sallallahu a.s. me përmen ka Ismailin a.s.
innehu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Ismaili a.s. akon njoni shka e ka bajt premtimin, edhe akon pejgamber. Wa kana ya'muru ahlehu bis salati wa zakat. Edhe akon prej njerëzve çka ka urdhnue familjen e vet me fal namazin edhe me dhon zakatin. Do thot na sot e kena qatë njëtin mision. A i ke po, qohët njeri me falë sabahin, shkon në soba ti, i trazon fëmit, hajde qënë me në abdes, falë namazin. Do thot, jetë e bëhe një pun të kujna të pejgamberit Allahu dhul Gjilal, të Ismaili, pëse se Ismaili a.s. i ka urnue fëmit e vetë me falë namaz, edhe me dhonë zeqat. Do thot, li e që a falë vetë, po plus ka pas qef që edhe fëmit e vetë më falë. Edhe në asot që shtu njësoj kena qef, vetë më falë, po kena qef edhe fëmit mi pa kur falin. Bile, kur i shof mi fin të falë, na bëhët zemra malë. Shka thojna, elhamdulillah, që e ka morë vesh, ki e vladi jem që duhet mi bëhë sejde Allahut dhul Gjelal. Shkojna, hala, me këshira ajetet kuranore, ku Allahu dhul Gjelal për Ishakin a.s. Shka thot? Se edhe Ismaili edhe Ishaki janë bjem të kujna të Ibrahimit a.s. E për Ishakin shka thot? Wahebna lehu Ishak. Dhe thot naja kina dhonë Ibrahimit a.s. ka Ishakin. Se mas për i her e ka pasën ka Ismailin. E masën Allahu dhul Gjelal ka dash me adhonë edhe Ishakin. Se Ishakin e ka pi Sarës. A Ismailin e ka pi Hajerit. Se Ibrahimi a.s. i ka pas 2 gra. Për bile thojnë historia se e ka morën Hajerin me urdhën të gryzvet Sarës. Se i ka thonë oti njeri, unë e s'po kam fëmi, mas e s'po kam fëmi, që e këtë robnin shëndë mire kena, marë të e këta, inshallah Allahu dhul Gjelal, të gëzën ti me e vlad. E masëne e ka martue, dhe thot, robneshën e vetë, Allahu dhul Gjelal ja ka dhonë Ismailin. Po masëne i ka dash Allahu dhul Gjelal, edhe Sarës i ka dhonë e vlad. E ka pasën, mësën ka Ishakin. E po thot Allahu dhul Gjelal që na ja këna dhonë Ishakin. Wa Jakub, na fileten, edhe Jakubin ja ka dhonë, shka të bricë. Nipi shka është, gjahlin e ki, po më kur vjerë nipi ahla ma shumë, gëzohësh. Wa gjaalna salihin, edhe i banëm na ato pi burave të mirë, edhe Ishakin, edhe Jakubin, dhe thot pejgamber, ta Allahu dhul Gjelal, shka janë të përmend në Kur'an. Wa gjaalnahum e immeten jehtedune bi emrina, edhe i banëm na ato shka prisa të cilët dhe thot i pasojshin fjallët e Allahu dhul Gjelal. Wa uhajna i lejhim fi'lel khejrat. Edhe na në zemrat e tinve ja patë mbjellën që për me bojë veprat mira. Edhe ti pra, sot shka falë namaz, edhe shka jep një sadaka, edhe shka e ban një vepër të mirë, shka Allahu dhul Gjelal ta ka mbjellë në zemrën tane. Dije që Allahi atë dash ty, edhe ta ka bon nasip që për me bojë veprat mira. Edhe për veprave të mira qka është? Wa ikami salati wa ita i zekat. Me falë namazin edhe me dhonë zekatin. Dhe thot për veprave të mira, qka Allahu dhul Gjelal në mjellë neve në për zemra tona, sukur shka e ka mjellë zemrën e Ishakit, edhe sukur shka e ka mjellë zemrën e Jakubit, qka është me falë namazin edhe me dhonë zekatin. Dhe dije se ti, kur ta falsh namazin, dije që Allahu dhul Gjelal atu dasht, edhe ta ka qelë zemrën tone që për mi bojnë ibadet Allahu dhul Gjelal. Shkojnë hala histori, e morla për shembull Shuaibin a.s. Edhe për Shuaibin a.s. dijet historia tila se ka pas problem me poplin e vetë,
çka I ka urdhëruar me bën ibadet popullin e vet, po populli vet janë bon pak kriminal, zullumçar, s'kan pas shef mi bën ibadet shumë Allahu dhul xhelal. Sigur populli on sot, nuk I ka botelive që ka që burra sa e një ju këtu, ka shumë ma shumë, po që Allahu juve ja ka shtinje zemrën edhe të hajrit mirë për marë xhami. Ama kena na shumë, ma shumë këshisha ishin murë edhe ato, me arë, ma që s'ka në arë. Shuajbi që I ka thonë, populli vetë, ja Shuajbu, salatuke ta'muruna an tatruka ma ya'budu abauna. I ka thonë, o Shuajb, a namazi është sebeb që ti për na shtin neve me bon veprat mira, e mos mi bon veprat e baballarëve tonë shka I kanë bon. Dhe me ke që namazi ka sebeb për me shtin ti me bon veprat mira. Pse sa Allahu dhul xhelal po thot inna salate tanha anil fahsha'i wal munkar. Namazi është sebeb që mu largu ti pi veprave të këqija. Nuk mundet, nuk ka hije edhe me fal namaz edhe mu kon dilingji. Edhe me fal namaz edhe me piraki. Edhe me fal namaz edhe me lujt kock. Edhe me fal namaz edhe mu kon drogerash. A ka hije kështu? Edhe na sot e sot qyshve ti edhe po fal namaz edhe pi ban këto vepra të këqija. Dhe me ke shkojnë këto bashka bashk. Po edhe për para dhe thot popujt kanë menue dhe me ke që namazi ko ka sebeb shka Shuajbi a.s. për ju thot banë burra të mirë mësu banë burra të këqija. Shkojnë në hala ma të nej. Një pejgamberi cili ka pas mas shumë të përvoj me njerëzit. Kush është ai? Musa a.s. Nëse e shofmi se çka Allahu dhul xhelal thot për Musën a.s. thot kështu: "Fastami lima yuha." Ngopro se çka Allahu dhul xhelal po të zbrit ti o Musa, se Musa a kon pi pejgamberëve çka ka fol direkt me Allahun dhul xhelal. Pa perde hiç, direkt Allahu dhul xhelal I ka fol. Allahu dhul xhelal çka I ka thon? Inneni ana Allah. Unë jam Allah, o Musa. La ilaha illa ana. Nuk ka zot tjetër përveç se meje, po thot Allahu dhul xhelal. Fa'budni, banë mu ibadet, wa aqimi salata li dhikri, edhe fale namazin për me përmen muhe. Qështu Allahu dhul xhelal po I thot kujna Musës a.s. Pastaj në ajet tjetër Allahu dhul xhelal po I thot Musës wa uhajna ila Musa wa akhi. Na ja kena shpall Musës edhe vllavit vet, dhe me ke Harunit a.s. An tabawwa li qaumikuma bi Misr buyutan waj'alu buyutakum qibla. I kena thonë që bani do shtëpia pra jo, apëton në vendin ku ju po jetoni. Bërvesh. Edhe shtëpia të juje bani kible, dhe me ke për mu falë. Wa aqimi salata, edhe falë namazin. Dhe thot e ka urdhënue Musën, e ka urdhënue vllavin e tij në Harunin, po edhe I ka urdhënue krejt pasardhësit e Musës a.s. Apo me falë tjera, kush janë pasardhësit e Musës, janë Beni Israil, apo qëto jahudit e sodit. Edhe ato bojnë dhe thot namaz. Shkojnë ama tani, për shembull Davudin a.s. Allahu dhul xhelal po I thot në Kur'an: "Fastaghfir rabbahu wa kharra raki'an wa anab." Davudi a.s. lipi istighfar pi kujna pi Allahu dhul xhelal edhe ra në sejdë. Apo thot. Edhe është pi ajeteve shka bojna na sejdë kur I falna namazet tona. Apo thot edhe kur ta lexojna këtë ajet, do thot duhet me bëj sejdë. Sejdja është pjesë përbërëse e kujna e namazit. Do thot ma sa afër me shka je ma Allahun dhul xhelal është kur jeti në sejdë. Do thot
përmend për kam për Davudin. Po mase përmend për kam për Sulejmanin a.s. Po e përmend Allahu dhul Gjelal një çështje të Sulejmanit a.s. Cila është ajo çështje? Sulejmani a.s. që dini akon mret. Edhe zakonisht mbretëve ju bojnë çka? Parada. Edhe sot bojnë parada. Për shembull çaj ka mbret, del ushtria bën paradë me kualtë e vetja, me shigjetarët e vetja, me ushtrinë, me do thot e Sulejmanit ja pas kanë bën një paradë me kuaj. Do thot kur para se me përfundu dita, do thot mas dite. Edhe qatë shumë shka ko ka hinje në atë paradën që shtojnë, apëton. A i këpo ka të njëherë kër e shqit dal një film, hinë film ati mrejna, edhe ti bon është pjesë e filmi. Ose për shumë kër jetë të vozit dhe një kërë, edhe mon gulitësh në volan ati, apëton. Bon është edhe ti pjesë e të vozit mësë. Edhe Sulejmani a.s. duke pa këtë paradën, që shpo lujnë atë kualë, që shpo nejnë 3 kam, 4 kam, që shpo hecin rahovan sen, harron me falë namazin e ikindijës. Përëndon dili ki hala se ka falë namazin të zabavit me kolt. Edhe kur vjen akshami, i vjen me një që se pas ka falë ikindijën. Atërë thot, firmë një kolt të knena, edhe i ka rej, apëton. Ka konte, ka qafa, për shka se u banën sebeb dhe me harru e namazin e ikindis. Allahu dhul Gjelal për e përmenë këtë qështjen Kur'an suratu Sad. Idh urida alehi bil ashi safatil gjihad. Dhe thot kur mas ikindis dhe me e banën një qfaqe të kujna të kualve. Fekale inni ahbebtu hubbel khajrat. Edhe ka thonën, une e dëshirova, dhe thot, këtë punën e përmikshirë kualtë ati. Anë dhikri rabbi hatta të varës l'gjad. Edhe thot, harroj qka për me përmenë Allahun dhul Gjelal, të edhe sa i ka përsej vakti. Rudduha aleje, fëtafak, mesham bishuki wal anak. Edhe, kër e burve që i ka bo dalash, i thot, këthem një temas. Këto kuajtë, se këto banën sebe për me harrune, me falë namazin, edhe i ka bo azab. Dhe thot, e ka përmenë Allahu dhul Gjelal në Kur'an këtë qështje tina. Njësoj, sikur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që njëherë nuk ka mujtën me falën ikindijën. Tek tjetin vakt akshamit, kura kanë lufta e Hendekit. Pse kanë luftu, edhe ka thonë pejgamberi alaihi wasallam, Mustafa dhe thot akshami kërkush përveç se Beni Kurejda, atje ko akon takimi atje. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam akon i zand, dhe thot me luft nuk ka mujt, dhe thot me falën ikindijën, e ka falë ikindijën masenina, kur ka mërnjë atje Beni Kurejda. E disa dhe thot e kanë falë rrugës, a pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me disa e ka falë, kur ka mërnjë në ven atje. Nëse për shembull e këshina historinë e Zekerijës a.s. Çka thot Allahu dhul Gjelal në Kur'an? Allahu dhul Gjelal thot, فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. E therën me laqet, e ai ishte ku në kam, në kjam, duke o falet ku në mihrab. Shku na, shka e kena mihrabit këtu në gjamin. Dhe thot edhe ai ka pasur mihrabin në veç, ka i ka bo ibadet Allahu dhul Gjelal. Nëse e shofmi për shembull historinë e Isës a.s. Shka thot Allahu dhul Gjelal Kur'an? Kale inni Abdullah. Isa a.s. hala në gjep të konë, ka folë dhe ka thonë, unë jam robi Allah. Atani el kitab. Allahu më ka thonë qitab. Wa ja'aleni nebija. Edhe më ka bo muhe pejgamber. Wa ja'aleni mubareken ejnë ma kund. Edhe më ka bo muhe të bereqetshëm ku do që jam. Wa ausani bis salati wa zakati ma dumtu hayya. Edhe më ka urdhnu Allahu dhul Gjelal me shka? Me namaz edhe me zeqat.
ma dum tu haja, tek deri sa të jam gjallë. Do thot deri sa e gjallë edhe je në vetdije, do thot punon menja, dosh me adhuru Allahun dhul xhelal. Do thot krejt çto pejgamber shka i përmenëm janë para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe krejt këto e kanë pasën për farz me fal namazin. Qysh me fal namazin? Bash njësoj sikur shka e ka fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për shka behoq për thu qështu? Për tham, nëse ju kujtohet një dersi gjumajës, frike këm kalzua këtan para një 3-4 gjumaja për vaktet e namazit. S'pedia për ju kujtohet që aj dersi apo jo. Edhe taj dersi është hadithi shka e transmeton Ibn Abasi radiallahu anhu, edhe taj hadithi thot ka ardhur Gjibrili a.s. të shpia eme 2 herë, ma ka falë namazin. Do thot, imam kush ka dal? Gjibrili. Kush ha falë mas pejgamberit a.s. Pejgamberi ha falë, do thot, mas Gjibrili. Sa 2 herë. Të parën ditë kur ka ardhur, i ka kallzu vaktet e parat namazit. A dytën ditë, mas ne i ka kallzue vaktet e mraptat namazit. Për shembull, ti mundesh me falë drekën kur ti rezoni, ama mundesh me shty teri kur ti rezoni i kindis. Ose mundesh me falë për shembull sabahin në pjesën e parë të natës, edhe mundesh me falë tek deri sa mos del dilli. E kena shpjegu këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe çka është më interesant te kjo po duhet me përmenën, hadha waqtu anbiya'i qablaka. I ka thonë Gjibrili pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që kjo është vakti i pejgamberëve përpara teje. Dhe me këtë nuk jeti i pari që ka të falë, po vakti i pejgamberëve para teje. Dhe thot, këtë pejgamber kanë falën, që është njësoj si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe që kjo pjesa në qëtë hadithin, hadha waqtul anbiya'i min qablik, është e përmend, dhe thot, te libri i Merwaziut, te pjesa e madhërimit të namazit, me numër bile ka përmend, dhe thot. Ashtu që, dhe thot, ki hadith, të cilën transmeton Ibn Abbas radiallahu anhu, është një delil i madh shumë se këtë pejgambert kanë pasën vakt caktuar për mi falë namazet si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të cilëve ja ka mësu kush? Gjibrili alaihi selam. Zoti ju shpërblet inshallah të gjithëve, inshallah Allahu dhul xhelal na ban për atë në shka e falë në namazin rregullisht dhe pa e nda, edhe inshallah i kena sevapet e pejgamberëve, se çaj shka e falë namazin i përngan pejgamberëve. Zoti na rujt të gjithëve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.